jon që anijet e veta dhe bazat e veta të sulmohen, bazat perëndimore të sulmohen nga Irani dhe kanë premtuar të përfshihen luftë nëse do ndodh kjo. Këto janë lajme që neve na detyrojnë të mendojmë që Shqipëria në këtë rast është e detyruar të rreshtohet me Bashkimin Evropian, të ketë një qendrim me Bashkimin Evropian si gjithmonë, por sfida do të mbetet pastaj nëse do të kemi një kërkesë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një qendrim më të ashpër nëse do të jetë nevoja. A do të bëj Shqipëria pastaj do të jetë në mes dy zjarreve se nga qendrimet do të mbajnë nëse Bashkimi Evropian nuk përfshihet dhe siç pritet që nuk do të përfshihet, sepse shumë prej zyrtarëve, opozitarëve apo gazetarëve të njohur, analistëve dhe ekspertëve të Bashkimit Evropian sot po kërkojnë që Europa të mos përfshihet në këtë konflikt, i cili mund të rrezikojë një luftë tretë botërore. Të mbajnë një qendrim moderuar me qëllim që të jetë pastaj ndërmjetësues. Shqipëria vazhdimisht nuk bën qendrimet e unifikuara me Bashkimin Evropian. A do të kemi ne një qendrim të unifikuar nëse kërkohet një qendrim më i ashpër nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli, të cilën ne jemi absolutisht e lart? Kjo është besoj një dilema tona. Nëse do shikoni qendrimet tona ndaj Izraelit, në luftën e Gazës, për shembull, qendrimet tona janë shumë të avancuara në rrugën, jo nëpërmjet OKB-s, por në rrugë direkte, kanë qenë shumë të avancuara në mbështetje të Izraelit se sa të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Pa edhe në Kobor, në votimin e fundit Shqipëria abstenoi atje. Ishte një rezolut për armëpushim në Gaza dhe shumica dërmuese vendeve votuan